Mirë se vini në episodin e radhës së Fire Ngrit Podcast. Sot në këtë episod kena me fol me Shajnin. Kena me fol edhe për marketin përgjithësi, po sot do më fokusu ma specifikisht në fushën e ndërtimit në blockchain në Web3, se menoj që aty është fusha ku edhe çalojna si komunitet në Kosovë, tu e pa punën se e përcjellë që është u bo në disa vende të rajonit, sidomos e kom pa shumë aktivitet ka Ethereum dhe Solana Foundation në Serbi dhe në Maqedoni. Po. Shajnë mas pari po du me të vetë se e dina që ti jem për botës NFT-jave. Fillim, kur jenë njoftu me botën e kriptos, ja ke nisë për NFT-jave. Jo, si ja kom nisë për NFT-ja, ja kom nisë me krypto mas pare. Po ja kom nisë me future me krypto. Edhe i kom hub që ja kom pas gjallë. Okej, se ko ka te me mirë me kalzu që pëse zët me trektu në Po. futures. Kur ja ta nisë në fillim, trektoj me një dëstave një farë veseli edhe avdin dorë në halës. Trektoj shumë future, po blej shumë, shit shumë, edhe kanë bull cycle i 2017-ës, që si tripi, që e pa të më zonë, e shumë, rëshëm kafe që, avdin blej shumë, shit shumë, që shumë qa u bëhet. Po. Tani hopëm, fitum këgja shumë, i hopëm krejt, për shti shumë pare që apunoj shumë, avdin, që aty të pazarit, nëjse në shti shumë, e nëzër shumë shpejt, si jam mësum variantin me future. E dil ke profit këgja mirë, e tali, po në fund, a di që kontrivi, e ndru më në gjesin, për me njëherë. Dhe më thonë, qishë shumë të hongër speca me mazë, sa në janë nisë më hongër palacika. Janë nisë më hongër palacika, e kësi pejtla, e kësi sene. Edhe qatë ditë në ka ro krejtë kështu, pam. Edhe unë e pa ta pa gjithë si mundësi, se të njëtën kohë isha në arkitektur në fakultet, e pa ta pa gjithë si mundësi që mu build global, edhe unë edhe në arkitektur kërë pa ta i, qëllimi kryesor kanë që t'jep akses me këtë dyja. Do të thonë e ka një farë bridge që t'lidh me dyja. Edhe nuk është veç locally, po mundesh me build globally nëse ki enough resources, edhe mundesh me build, edhe mundesh me dëpërtu. Kur janë nisa në arkitekturë, kanë në ekstrem mirë, në jetën kohë bësha pak digging in në krypto, bësha kësi sneakers flips, Puma, në i farë rare item që u bëj këtë drop, shkoj shumë e snipe, shumë e shit, shumë side hustle. Në jetën, po më nejtë qëtajt ka digital world. Edhe në të kohë ka e disha të kanë në arkitekturë disha edhe softverët e dizajnit, Photoshop, Illustrator, 3ds Max, Blenderin, krejt që to e disha e mësësha dhe e kom pas pasion me ditë ka pak, që ishë përpunojnë e sene. Edhe ishëm të flips Puma, të blje të shit Puma online me një grup WWG u kanë në fillim edhe Elizit, po edhe u kanë edhe Hidden Society. Hidden Society be ke kësi flip të Pumave sene, Elize këta japshin kolla për krypto. Na i bëjshëm copy trade, ka i herë, avdin. Që kë Hidden Society, që me thonë Crypto Albania që është, u kanë closed community, edhe janë nisën me bo drop NFT-ja. Ka pas dikon 2020-ën, në 1920 na i sen. Edhe kalëzeshën për NFT-ja, që u bot me NFT-ja, të këpë bot, qësh po blenë, qësh po shitën, avdin. Na, e shumë qatë gjare, e shumë qatë trip, hajtë të provojna. Fatë parën, dështim, dytën dështim, tretën, në erë një farë si whitelist, u kanë hype whitelist, atër, me pas whitelist, u kanë guaranteed profit, avdin. Edhe, thash hajtë, e bënë në moment, i nëzirëm të parët mija, janë njësa më interesu ma shumë. Edhe, i kishane, tash qëto skills që i kishane design, thesha atë bellën e dizajnet, i shes dizajn. Pa e ditë konceptin, qëfar kontrata shka për mas, pse janë non-fungible tokens, qka lidhen, komplet, dhe më thonë, pa e ditë konceptin ishtë, thash hajtë t'ja nisi të kryoj edhe të bëj qësh po bëhet. Edhe ja nisi jone me vizatu që atë dësane që më vishin mu, avdin menje, se një të nkoj isha të umerë me arkitektur, me dizajne, me triba, edhe që qa me shit. Edhe u shit shën, avdin. Edhe prej që ati, pe qasoj kohë, ja pa ta nisi tani më merë non-stop me build në krypto. Do më thonë, jo me trektu, po me build. E kom pas perceptimin e space-it, unë e kom pas me build. Do më thonë, nuk kem hi për me trade. Ka me dalë edhe këtu se e dina që këtë fokusit është, për qatë edhe kom pas që me bëqës epizod me ty, se jam të pas shumë aktivitet, kalzova ku në qëto dy vena,
Për një mena si komuniteti jonë, po gjithësi është ma shumë i fokusuar në trading. Po, Unë menoj që në kripto ka shumë mundësi në blockchain, që nuk duhesh me qenë i fokusuar vetëm në trading, po. po ka mundësi edhe me ndërtu Karrierë. me ndërtu karrierën web 3. Po. Se s'do me thonë as me bu projekt tonë, as me kon Jo, trader, qa. unë është me kon Middleman. middleman, unë është me kon moderator të nej ekipe e madhe, Po. që tash unë e posh ta banterat, Po. Crypto Banters që janë, ata për një me ekip shumë e madhe, këshin qitë edhe konkursin disa pozita lëpshin, pozita Po. kanë shumë pozita interesant. Po, edhe ka non-stop demand për projekte, për ose full time, ose part time, ose diçka që mund është me bo. Për shumë edhe në gjunë ndryshme, të nasane që mund është me bo moderator, ose me bo community manager, ka mënyra ndryshme qysh mund është me involvu ti në qitë aspektin e buildit. Tash, pozicioni jam, është mi gjetë krejt qita njerëz, mi connect dots edhe mi jap taska. Dhe më thonë, e marrën e bëjnë një strategji për go-to-market strategy. Sa po është zërë me gjithë njerëz për me kur ti je në front një projekti, Po. të lead një ekosistem të ndërtu. Po. Sa po është zërë me gjithë njerëz që do me thonë se cilin mi pas punë të veta, se do me pas developera, Po. do me pas njerëz që miren me komunitet, me Po. marketing, edhe sa po është vështirë me ndërtu komunitet. E që kjo është tash Cila pjesa më e vështirë për ty, Për edhe mu- pjesën më për të vështirë, do me thonë, Po. edhe pjesën më shumë që bedon, tu Po. mirë me qitë punë. Po, basically, unë qa bëj, jam backstage edhe leadi komplet operations që ndodh me një projekt. Dhe më thonë, pozita em në sicilin projekt që hi, është me lead operations për sicilin aspekt që ndodh dhe qish ka me dalë në publik dhe qa po presim në api qatë saj lëvizje. Dhe më thonë, Po. problem është me gjetë njerës që në besushëm, që jo të besushëm që kanë me ta lik naj sekret ose diçka, se s'ki aty sekrete, po të besushëm që kur e thirr për shembull se krypto nuk flan kurrë, vjen është Po. ajo që 24/7 nuk është as day off ose me thonë jo sot spreko sana, vjen. Do të më pas ata njerëz që më kanë gatishmëri kur ti thirr, vjen kur ti thuash urgjent, do të më ardh çtu, do të më bë, do të më kthy, do të më pas ata njerëz në stop. Tani e ki kategori ndryshme, për shembull 4-5 lloje të grupeve të njerëzve që do të më pas nga to build. Ata që ja u kallzon edhe të mirat edhe të këqijat, domethënë që i përgatitet edhe backup për ty, ata që ja u kallzon veç të mirat, edhe nuk i lën me menu ketë se të vynë on the ground, domethënë front line për me merr me komunitete sana, ata s'ka nevojë me ditë këqijat, ata duhet me ditë mira, domethënë çan backstage çapo ndo sana, edhe njerëzit që developerat që të vynë tech, domethënë nuk i intereson public relations, të vynë tech pëtyne edhe deliver tech, domethënë nuk është problem me gjetë sasi njerëzve, po problem me filter up. Edhe me gjithë, njerëz kualitativ me Po, gjithë. për shkak me marr që tash e kena në Incentive Foundation për mi 200 veta që janë të punu qëtash. Për 200 veta, me thonë shlirë që as 50 veta nuk janë tamam worth për me punu long term. Po. Apo kupton, do të thonë, ti mënesh me kry punë, i kanë taskat e veta për një kohë caktuar deri aty, po long term nuk e ki atë vibe-in që mënesh me punu me ta. S'munësh me qëllojnë me mu rely, mu S'monesh, po. ty në Edhe kërgjë. nuk mënesh për shkak show këse weakness ose momente të liga, nuk mënesh me pas çit relacion me ta se tani shkon në politik. Për shembull, politik shkon atë aspektin që çfarë kard tash i kiti në dorë dhe çish po luan me çato kard. Domethënë me këtë entitetet, çish pe çet, domethënë final end ose end goal i çati aksione që ti po merr, çfarë është end goal, vden. Tash krejt që to mi pas se me kanë për shembull thonë veç me bën një task është shumë ndryshe se e kryen çat task nuk i përgjithësi për kur gjëhesh, vden. Ndryshe është kur merr përgjithësi për mu kry një punë, për mu kry një produkt, edhe me lit komplet taskat që ju japën tjerëve. Tash për me hi, nuk është nevoja krejt me marrë qitë position, se për shembull, për 200 veta që jena në ekip, unë jam i vetëm që kom qitë position, pezajmë, ose një projekt tjetër, Po tash ka të bukur këtë ndërtim. Ndërtim e ki, për shembull, lead, strategy lead, ai që i bën strategjijat edhe i shpërndon taskat. Ku i shpërndon taskat? Ky shpërndon taskat te community manager, që merret me komunitet, social media manager, që merret me social se edhe sane, te lead graphic designer, që merret me vizualizime, qysh do të më bo këtë këto sane, edhe KOL manager, që merret me KOL-a për mi online, qysh do të më aktivizu KOL-a, në cilën event, cilën dot, cilën për shembull announcement, krejt që to, domethënë, rrjedhin në 4 position. Që to janë 4 pozita që njerëzit mundën me punu në to.
Dhe më thonë, KL Manager i menagjon KOL-at janë influencera, cilë paguen për me full për projekt tonin, ose e bën një long term deal, pa marrë parasysh çfarë deal më është me bo. Ky bot align, ose koordinohet me KOL-a, kur duhet KOL-at me push një narrativ që na jena të bo. Social Media Manager, ky e merr taskën penaltit, edhe din që ka me kriju content për çat kampanjë që ka me kriju rreth çasaj strategjie që jena të bo. Është edhe ky një pozicion vetë. Dhe më thonë që menaxhon i krijon postet, e strukturon wording of posts, jap taskat head of design për me zbërthyn vizuale, edhe krejtën çto pozicione. Avden, community manageri merret me komunitet. Tash, KL manageri ka dhe 2 veta në vete. Dhe më thonë që punon me ta. Edhe i thot KL-a, ti ki më marrë me 7-5, ti ki më marrë me 7-10, ti ki më marrë me 7-5, këtë tani ju donë taska tyne. Dhe më thonë nuk ju dojën e mo taska tyne. Social media manageri ka dhe një 3-4 vetat vetit, për LinkedIn, për Instagram, për YouTube, për komplet, design e sene, edhe kjo u donë taska tyne. Community manageri ka moderator, për mi 15 moderator, që ja u donë taskat komplet që kemi bo, të kemi bo. Edhe çka ke tjetra, po çito, do të thonë edhe graphic designer për shembull e din komplet taska që ka me bë, kjo u don dizajnera, për shembull janë për mi 5 dizajnera, çfarë që merren me sene. Tash krejt çito ndon taska edhe vin apet nalt për mu bë review, për mu postu ose për me kukan. Ka mundësi në ekstrem shumë edhe ka pozita ndryshme në krypto. Tani pozita tjera janë OTC deala për shembull, ose business developers. Qa bën një business developer, që është profesioni, jo profesioni, po është side hustle maj leti që mundet me pas dikush, që s'ka expenses as një tro, ti merë 2-3 orë në ditje. Dhe më thonë, me bo si side hustle. Tash, qa bën një business developer? Një business developer, one e kam një projekt, pezon. E kam një gaming project. Edhe mu po më vynë investime për qatë gaming project, po më vynë partnershipa për me validu që po bën qaj gaming project dhe me di që it's not only talk, është edhe walk që po ndodh në qitë projekt, edhe mu më vynë për shambull naj institutional players dhe diçka që në me announce si bullish thing. Tash, qysh funksionojnë vidijat? One si e kam një loj, pezojmë, jam të e bo, edhe mu po më vynë një VC. Tash, ka grupe ndryshme, që janë VC-at komplet. Janë ka 500-600 VC-a, 700 VC-a, 1000 VC-a, venture capital firms, ose institutions, backers, njerë që dojnë me investu. Tash, ai si business developer, ai nuk bëhet horë, bro. Apo këtan, sa ai është middleman. Ai shkon i reach out 1000 VC-a. Thot, javë qëmë blurpin, qitë projekte kam qështu, ajnë të interesu me e bo një grup chat. Apo këtan. Pe 1000 veta, lajmërohen 100. Pe 100 veta, hin call me 10 veta, pe 10 veta, një close edhe i ka plekt. Qa jo, që që të mjafton se një startup, se një projekt i vogël, një me gjetë, që ti me startu mirë, se këto e dina që në projekt, kur të ndërtojsh projekt, për një me vinë me pas resurse o fjalla të puna e pareve. Se që ata që kanë me ta, se projektin për me bu një projekt, dikush do të në front-end me ta, ose në back-end me ta bu një app, nëse kemi pas aplikacion. Tjetri, kemi pas developerin që ka me build smart contract nëse diçka në blockchain. Kemi pas ekip marketingu të sene. So shtirë me arriti shta VC-a për mi shtirë me investu në projektin ta. VC-at... Se di që shash mujve të fundit i konstant ki... Po, pun me qëto. Pun me qëto sene. VC-at nuk është që japin pare. VC-at japin resources. Mas shumë ti. Dhe më thonë, tash VC-at që kanë emën, le që s'tjepin pare, po të lypin advisory supply. Dhe më thonë, supply për me advise projektin që po bën të këpo vetë. Që ti me përdojrë emën e tyne si advisor për projektonin. Edhe për me legitimate që jetë ti back për dikuna. Abdin, edhe qaja, tash këto, se kjo, kur të këshër në sens, këtë është najrë. Apo këtan. Dhe më thonë, kjo shumë s'po du me full fort me njëll panik, po në backstage që a bëhet, për shambull është gjithë shka fishkona. VC-at nuk japin pare, bro. VC-at japin resource. Më nëve të japin $100,000, $50,000, $20,000, whatever, po ty që atë vynë për VC-a është me validu që ti e legit. Apo këtan, se shumica due diligence në për exchange, në për retail e sane,
bazohen bas due diligence të VC-jave. Po kupton? Edhe pse është shady as fuck për due diligence të VC-jave, po që aty e marrin çat bas, okay, kjo është backed, ka një institutional play, edhe is a match. Abden. Po. Hajde move on. VC-ja tash ka lloje ndryshme, ka për shembull rundin e. Pezojmë ma mirë është me pas dikon, ti ngjata që punojnë ana me ta e sana, ata për shembull është business mindset, edhe shkon i thot, ja po ofertë njerit. Hey, a vëdon me investu 2 milion qëto, për që të qmem, për që të investin schedule, hajde shtini lekt. Për që tyne vin lekt. A vëgëtan, po për më arë lekt për që tyne, të duhet më validu first. A vëgëtan, që me thonë, okej, Jena back për jena back për shtyne, këta kë kam back për shtyne, kë kam për Që mos shtyne, me kë kam shku të si anonim atina mos me... me shku si anonim. Do më thonë, workflow edhe është blueprint, do më thonë, static blueprint, ka me konë të njetën. Që kënë tani sa bosh atraktiv, me që aty në boundaries, është on you. Abden që aty është që i separate projektet e mira, interesante, dhe projektet që në bullshit. Abden, tash, që to blueprintat njejt janë, keme bo projektin, keme pitch as much as possible, keme kriju një blurb mirë, keme bo do backers, initial backers, sa me thonë që me create qatë momentum të retaili, edhe vazhdan tani, me raise, me institutions, se sana, edhe nëse jenë regull, një me dokumenta, legal compliance and stuff, nëse jenë regull me qëto backers, me produkt, me një brand line, me një diçkat bukur, me një ekip të mirë, është shumë rasit që të refuzën dikush. Apo këtën, se mas shumë të që janë struggle njerëzit, janë struggle ku mi allocate paret. Apo këtën, ku mi investu, ku mi qitë parë që në mi bo një 15%, 20% tjetër. A ke po, këtë njerëzit nëse ti thu dikujna, unë ti bëj ka 15% gjdo muj, gjdo javë, ose gjdo vit pa marë parasysh, a i menë zespret me ti pru paret. Apo den, se a i qatë punë e ka, a i do të me lyp dikon që bëm pare për ta. Apo den, ose diçka që bëm pare për ta. Edhe, tani investojnë njerëzit, investojnë në qatë aspekt, por i tele. Visijat mas shumë të i temin kredibilitet, edhe do të me dit me use visijat. Jo vish visijat, po këtë partnershipat që i bën me një projekt, do të me dit me maksimizu përdërimin e tyna. Për shembull, pezojmë Animoka, o bo klishe të e përmenë Animoka, po dje kena folë me ta, vedin, laf. Qa i marrë në Animokës? Unë ja marrë KOL-at, unë ja marrë resources, unë ja lype me bo për mi 15 tweeta për projektonin, unë ja lype më mështinë për eventet tyna offline që i kanë, janë këtë exposure. Për qatë investim. Okej, unë nësë për t'i lypi ty $2 milion me investu, ose 1 milion nëse që vëdi. Unë, a me ti mu një symbolic amount, po që kjo është investime që ti vëbën mu. Se a i pagun venues, kur shkon offline events, KOL-at, komplet kjo është argjim për ta, plus validim që po bëhet e tek. është interesant, tani, se tani për shembull lidhen krejt, është si sa po ka hajrë për ty në më mene që ka projekte që edhe kam po dam për visijave. Se këtë që a lype ti, që a tha ti që a lype së, a i lype diçka se nuk t'i jep fol. A i lype një supply të saktum. A i lype një supply të saktum. Edhe zakonisht supply të tyne, po dhëtë me ullshu, zakonisht është në moment të listimit projektit, ose në ashta maksimumi është e ka një 3 muj. Shambull, e kena po që ka ndodhë me projekte si ZK Sync, me Scrollin, me disa projekte që kam pas shumë hype para se me dollë, po projekte në dollë nuk kam po, me thonë shumë let, nuk kam po dritë. Kjo është perceptimi nga bu? Kanë rejz shumë revisia, kanë morë shumë, për shambull, ZK Sync, që është një layer 2 ndërtu mbi Ethereum, ajo pa dollë me fully diluted valuation në miliarda, pa të rejzë dikon 600 milion. A i duhen realisht një projektit $600 milion mi rejzë për me të një fotin e projektit të me posë në dorë visi ata? Tash, kjo është perceptim i gabun për njerëzve që blejnë dhe shesin krypto dhe që investojnë krypto. Dhe më thonë, niveli i pjekuris të investitorëve në krypto është halesht shumë i vogël, bro. Pse për thëmë këta? Ti do të me ditë, automatikisht, se cilë projekt që është në krypto, është startup. Dhe më thonë, nuk ka gjama ti mu një startup në botë, që dhejz on first day.
ose first week, ose first month. Obden. Nuk ki, bro. A di pse njerëzit investojnë krypto edhe sot? Se 99.9% nuk e din qa është blockchain dhe qa është krypto about. Qa është që produkt, qa mënët me kry punë që ky produkt. Po zona, se po thua, mendoj që shumë herët njerëzia nuk investojnë krypto për tek. A di pse tek. investojnë krypto njerëzia? Njerëzia investojnë krypto se mindseti i investimin në krypto u kriju që ti ki me bo pore kërgja mirë. Edhe ki shpejt. Dhe më thonë tash. Qajo bjen tash kres njerëzë. Se na se investitor në krypto, jënë të i warm welcome institutions. Apo kupton? Institutions janë VC-at, janë hedge fondat, janë power parasysh, governments, institutions qa po di. Institutions, business modelin e kanë tradicional. Apo kupton? Ti nuk e ki business modelin Web3 DeFi bullshit, apo den. Kur investon BlackRock, investon me business model tradicional. Apo kupton? Tash, nëse ti e ke lyp institutions për me build products, ti veç e ke qit jashtë atë crowdfunding experience që një startup dhët me pas. Gjithë, unë e kësha thonë, se cili startup dhët me pas një crowdfunding experience first, me këshyrë qysh po pritet në pare për njerëzve. Para se me investu institucionet, para se me investu tjera. E shumë mire, që ile dollëm dhe qëto. Po. Kjo është, qa po thuti është ICO-ja që në konë 2017. Po, ICO-ja, po. Kina me dollë qëto. E tash është një blockchain, një layer që ato e bu që to, është e bu fantazi. Po, pjekuria e njerëzve që investojnë krypto, është nivel në ekstrem toll. Tash, ti nuk mënesh me prit, që keme marrë profit, që ke marrë në 2017, në 2021, në 2020, qa po di, që keme marrë profit njëjtë, se tash është kandru cikli. Kandru cikli se i ki me 10 miliona projekte, atëherë i ke pas 20-30.000 projekte. Tash, le që i ki ato 10 miliona, po edhe i ki institucionet, i ki legal stuff që do të më marrë, për shembull deri vonë kaller nisha që s'kan pas as LLC kërkon heq, bro. Apo kupton, domethënë nuk janë merr me këtë punë, bro. Tash për shembull, kur të e build, për shembull, na që jena të e build incentivin si layer nesh, unë me incentive për shembull, unë nuk mendoj, inshallah ka performancë në ekstrem të mirë, apo den price action e sa në tjera. Po unë me incentive, unë mendoj që TG-ja janë nis gjithçka nis TG. Apo kupton? Tash, mas TG-s do të me judge projektin. Apo kupton? Mas TG-s, nëse ti se maintain qa të bjen demand për më bletë të keni jëtë, që ato e probleme. Se në TG kanë më bo paper hands, apo kupton? Kanë me këshirë kur shëri, kanë me këshirë me marrë do pare, do sanë, që janë hinë atëron fillim. Që kjo është dhe sani që kur në përkurse kur i mojnë të pisa fundamentale shtu ju thëmë. A dive cili layer nesh ka dhejz shpet? Ti bile e përmen, këgja shumë? Sej, bro. Sej, po. Ama dhe dhe sej ka pos... Se i ka pos fut në fillim shumë. Se i ka pos fut, pa... Se i dështoj... Në time frame... Amo tani... Se i ka dhe shumë... Tash, i kom do alfa për sejnë... E ka dhe të fishu numën e ju zerave që e përdorin sejnë për... Do me thonë mena viti 2025. Do me thonë me dhe të fishu ti. I kom do alfa për sejnë... Kështë backstage që në të folë... Një anar kanë me announce dësane shumë të smuta. Por RWA edhe dikon miliarda injected në protokoll. Po se është i ndërtuar për stablecoin-a që kanë me konë që janë next big thing në kripto. E tash, qa vëdu me thonë ne? Asni protokoll që ka actual utility, se leja nishat kanë actual utility. Tjerat bro janë as governance nuk po penuj ma. Layer 2 shat parazitat layer nishat, që bo parazita që... Layer 2 shavën e me kry punë për layer nishat edhe bo në parazita, se që mësohen me kry qatë punë edhe me marë. Mësohen me kry qatë punë edhe të njëtën kohë nuk marrin sam, bro. Po nuk ndërtojnë kërgjë, nuk japin zërë me ndërtu diçka vetë, po mësohen e ka një punë me kry, për shembull layer 2 shat në... Edhe pse arbitrumi e ka një farë... Arbitrumi e nice, pa arbitrumi apet është optimizmi e bune një farë sani të mirë obstekin e vetë që e kre për më ndërtu projekten të, po nuk është që të lejtë, nuk është që jenë të zgjedh projektet, optimizmin për me ndërtu në të. Poligoni ka njës mirë, matike, për dhe ata diçka do probleme sani nuk është që... Bro, është varianti është që nuk ka incentivizes, nuk është të build që kjo mindseti, për me incentivize njerëzit për me use... Se për me në incentivin. Po. Tash sa po është shtirë me attract njerëz, me abo hajtë ndërto të na, s'ta shtirë t'je lërë nesh.
Mi ty kanë me ndërtu Po. projektet, ose me ndërtu, ose me të provide likuiditet. Po. Me vendus likuiditet, që tani ajo ndikon rritjen e Po. TVL-it të Volumit incentive, e aktivitetit, volumin DEX, volumin e stablecoinave. Po. Sa po është vështirë, si një lërën e shiri që po henë në treg, me i jush që ta për me ndërtu në incentive. Tash si lehen nesh, ti nuk mënesh me bë cold Ti thing. gjithë është me konë inovativ, me pru diçka të re. Gjithë do të me po diçka të re, edhe të njëjtën kohë do të me prove a point. Domethënë do të me prove veten. Këtë kush të beson që tash, të besojnë najr. Apo kupton? Po. Nuk të besojnë që e ke prove a point. Na e kena prove a point me testnet, me komunitet, me tëra sene, domethënë e kena prove chat point. Tash na çishin ato incentivize developerat për marrë me build, është me një 26% token allocation, na e kena allocate për njerëz që ndërtojnë, lehen nesh, edhe të njëjtën kohë për ata që i përdorin çto creations që njerëzit i bojnë në incentive, për shembull. Tash çish e track njerëzit, nuk është me track njerëzit, veç me thonë, me bëjnë një teknologji dhe hajde ndërtoni, a vden. Ti e track njerëzit me incentivizes. Domethënë, tu ju jap incentive, çish thonë, tu ju jap shpërblim ose tu jap një arsye pse ata me ndërtu edhe pse ata me operu në layer'n e shtanin. A vden. Tash në layer'n nesh kur çfarë është incentivizes është për shembull, ças arbitrumi ç'a bën, arbitrumi ad supply por me reward actions on their layer 1. Domethënë nuk është fixed supply. Edhe është sa një cash, apo kupton se inflation ka me konë gjithë çmimi ka me vojnë speculations apo added apo remove çaja. Na po më shto Sonikut çai bonin çmim që kjo. Soniko për shembull. Se Soniku tash me shtu supply-in. Po Soniko se ka fixed supply. Soniko add supply. Ka shtu nuk është sasi e madhe, po veç fjala që po shton supply, ndikon te retailer. Nuk është se ti pse nuk e ke bë pi fillimit, bro. Apo se Soniku bori brand. Po pe di çu bori brand. Sonic edhe ata ekipa aty në Ankon dhe Mexico si Phantom kur në Ankon nuk kena nda allocation për fondacionin ose për Okej, bënë një stable, mentor një stable, krija arbitrage opportunities edhe jep reward api stablet. Qysh e min stablen to stake tokena knena, to kriju supply stable edhe to distribute rewards. Apo të ka mundësi, bro. Ka mundësi të lifare, qysh me kriju modele. Se është limitless. Apo këtan, dhe më thonë, nuk ki limit. E ki kit blank canvas, vizatën ta. Qysh për je kreativ. Apo këtan, tash nuk është teoria e burn ose buyback, është sa një ma bullshit, që unë e menaj që eksistan. Burn e kanë hek pak për sistemi, sa është buyback, në do boket, flywheel-in që me prezentojnë shumica projekte. Buyback-u du të më bo për me distribute, jo për më hold në treasury. Apo këtan, buyback-u nësë është koncepti për më distribute back, për më incentivize back, it's okay, abden, se bon buyback, bon e ki incentivize, donë me marë supply, donë me e sheqmi matë lire, diçka i ki qëllimet, e marë supply-in, akumulon tënat. Po burn edhe add supply, kjo është bullshit, bro. Abden, kjo përhup koncept, initial concept. Initial concept është fixed supply, edhe kërkush mos me pas mundësi, as me add, as me burn, as kur gjeq. Si Bitcoin. Si Bitcoin. 21 milion Bitcoin-a. As një ma pak, as një ma shumë, nuk ka mu add kur. Dhe më thonë, lej fixed. Se që kjo është... Ma pak kanë me konë, ashtë atë që kjo është... Po menej në kontrat, nuk janë, dhe më thonë, 21 milion, nuk më në moment ma shumë. Tash, që këta pe hupin edhe atë esencën, initial essence edhe concept, kunder inflacionit. Ti vish pe hup ato, bro. Për dirës, pse njerëzit e në hajpiran Bitcoin? Njerëzit e në hajpiran Bitcoin për shkak se kërkush nuk mundet me shku me lëshu printerin edhe me add more supply. Që kryon automatikisht vlera e humbja e vlerës dollarit edhe të kryon ty kriza. Tash këta, që kjo është kër t'i këshirë ma kryu, edhe na kena me kesh edhe me vetën, edhe qëto projekte kanë me kesh me vetën, mas 10 vjetë, 15 vjetë, bro. Mas 10 vjetë, mas 5 vjetë, në nuk t'isha 95% shune projekte së t'ishon që kanë me egzistu në space. E tash këta, dhe më thonë, e kanë qitë mekanizm burn and add. Njën e pi bullshit mekanizm. I kom edhe një 100 bullshit mekanizm, se po mbjen, unë jem maniak, bro. Hi, për shumë, kur hi diçka, kom qef me hi
kështu deep down, avden, me elaboru non-stop, mos me flet derisa tek di tamam sakt qa po bot, tek po bot, të qysh më connect çdo datë, avden. Jënë për mi 100 sene që janë super bullshit edhe janë kriju kompleksitete prej developerave që kanë këshirë me grift. Apo kupton? Ju ka dhejë çaj kompleksitet, edhe tjerë të kanë kopju e kanë bo blueprint. Tek komplet që ky cycle, shihet që njerëzit janë ngull tek mas 4 vjetë. Qysh janë ngull, qysh përshojnë qitash, që në ciklin e kalum janë ngull me metaverse, janë ngull me NFT-ja, janë ngull me këse, janë ngull me këse, mas 4 vjetë e tjera shojnë që koncepti që o të ubo qitash. Stables, DeFi, bullshit, çapodi, lending, borrowing, këtë që to që ju qesin të kena, ju bojnë atesh, këto janë bullshit, bro. Obden, këto s'kan utility. Nuk i utility, nuk i, për deri sa nuk krijon demand, për më buy dhe më sell, qaj kojnë jote, ti e të bo të kenë meme coin për qatë projekt që e të bo të e. Bogdan, tash, na, ku bëdojmë shto, që edhe të e ditë, se kjo big players, big players game, është loje njerëzve që kanë likuditet madhe se kanë akseset mëdha, abden. Tash për shembull, one çfarë connections do të mi pasën për me ta move likuditetin ty. Do të me pas connections me LP-ja, me liquidity providers. Çata që ta mundsojnë ty me pas likuiditet në tash one e di çam vyn për çto me control ç't market, edhe më vyn edhe di ku më marr këto resources. Tash çavim për me është atraktivitet. Do të thonë edhe me pas ide atraktive. One do të më thonë, okay, që kjo narrativ, pezojmë, AI robotics, po më pëlqen mu në ekstrem shumë. One kam power of propaganda. One kam qatë power me bo propaganda. Në space, bile, alhamdulillah që nuk e usëm kur për diçka që i shift narrativa. Tash qatë do të me bo, qa me bo ne? One kam liquidity providers, in one go, one me me qu 200-300 milion, 500 milion, 1 miliard likuditet të një pool. AI and robotics. Njëtën ko, i kam kevelat, influencerat. Unë ju thëmë influencerat, kur të bojnë shtatë që televizje, ju janë nisë një falni që AI and robotics is the future. Apo këpëtan? Që shpeshohën shtash. AI and robotics is the future. Pse is the future? Se qëto LP-ja, vetë sa ishte 1 miliard që të. Qëto 1 miliard po japin që ka shpare, po allokohen që të. Tash këtë qitë narrativ, këtë najrë, dhe më thonë, mund është me kryu propaganda narrativ 3. Apo këtan, tash, qa po du me thonë me këta, që nëse dikush dërë me kryu një narrativ bullshit, që shukon infofaj që ke qëtash, për din qëto infofaj, ka i të bullshit, social fi, Franteko, plët do bullshit, kjo e basit, kjo së sana, vden. Tash, krejt që to sana, janë driven për propagandës, bro. Apo këtën? Nuk kanë actual value. X402 narrativa që për payments në web që dullo, dhe për të e di që sa unë bo muje, 99% shtyne projekte që ndo kanë marru, në një kam e metë, se është shambull që narrativa eri neo-banking, qëto si puna me thonë si i basi që është, po nuk ka objekt s'fasem, po është ndërtu veç në blockchain, për kanë këto asetet e veta, kartelat për debit kredit, për të jap loans për bankëse. Po. Për shumë si narrativ, po pajtona me ty që 99% janë që si narrativa që dalin, harrohen mas, hajde nashta mundu me zvat një cikël, po ka narrativa që dina që janë për me me të, është AI, për shambull dje, Nvidia në po, kompanija e parë në botë 5 trillion. Nvidia 5 trillion market cap, 5 trillion market cap si ka komplet që qanë të botash big players, miliarderat. Në më thonë, ose family funds, ose qëto. Miliarderat ashtë të investu në data centers, bro. Apo këtan. Data centers edhe connecting me DeFi. Tash, pse është kjo sen interesant, Auden? Përmeni dhe dje, Jerome Powell përmeni si sen të madhe dhe inovativ në Amerikë ndërtimin e fokusimin në ndërtimin e data centers për AI. Biggest play. Edhe Trump i thoka e po, nuk ka ishten kompanit me hop data centers të mdhaja
Nëse dojnë me operu që shdot, edhe me konë friendly me Bro, tash qeverinë Amerikë, në njëri që unë ti në gjohëm, është shumë i afërt me neve, është to connect dots për billions of dollars në funds për building data centers, vende ndryshme të botës. Vietnam, Morocco, në Meksik, plot dëtësi vene që janë to build data centers. Tash, data center, çfarë do më thonë kjo? Mund është me rent, mund është me bo, do më thonë me mine, mund është me provide, për shembull compute power për any type of cloud, ose qa po di që më në të konë, edhe ka utility, bro. Tash, qa po bën një projekt gaibe, për shembull. Kjo është gaibe, funksionon me yield. Na e dina që yield është haram. Na veç për marrëm shembull, qa po bojnë këta, që për për ndryshe utilizing... gaibi është ndërtuar një incentive. Po, edhe i ka të shash 200 milion TVL. Që ato bo gaive, është të i marë TVL-in, $200 milion, edhe është të i land të data centers. Tash, kër i land të data centers, kë i stugje i bën dikon 20% yield për vete, për pool. Dhe më thonë për volt. Për 200 milion volt. Data centers kanë huge demand për liquidity që është në krypto. Që kjo është RWA që të ubil. Që kjo është esenca RWA që tash të ubil. Tash, biggest liquidity injection, ona apet mene që shto ku menu prej qësove, pej që ja ka njës RWA më përmen si narrativ. Gjithë ku menu, kom pas tweeta, e kom si bindje, biggest liquidity injection ka me happen prej RWA. Se që atë ju interesant, tash, pse shansat që në rritë që tash. Njerëzit të mëdhej, që kanë miliarda pasoni, është shumë letë me javë spjegu AI-in data centers connected with blockchain. Ose connected with DeFi. Qysh, ta spjegojnë në ty similar. Unë të thëmë ty, qëre, ti kemi shtish të 100 milion. 100 milion ti kemi marrë 15% yield, për qëti 100 milion shit, se qëtu 100 milion, na i kena venet, operators, data center operators, që na javë qojna, ata punojnë me pare tona, e na i prujnë back. Tash, traditional liquidity providers, t'japin mundësi për shambull, nuk t'japin këtë mundësi, nuk t'japin mundësi me hi me i kujti, nuk t'japin mundësi. DeFi, liquidity provision, pezojmë, ose pequjmë që ashtë, pëse së si term, t'japin të li farë mundësi e ty, si operator, për mi marrë qatë cash. T'japin cash, bro. Apo këta nuk t'japin me vesting, t'japin cash. Se cilë operator ka me punu me ty, me t'jap yield halja ma shumë, se t'jap cash. Nuk t'jap kështu, t'japin ka 100.000 mujt, ka se që është bon dila. T'jap cash, punën me to dhe funksionan. Tash që ka me kom brigje, njën e pi brigje, që kanë me lidhë plëtsane. Apo këta, edhe kanë me ecë në qitë aspekt. Tash, që kë koncept, më nëtë më lidhë me gjithë shka. Njënën, të full, më nëshë me lidhë me Airbnb, me bo rental arbitrage. Arbitrage në qëre. Qa bën ti me Airbnb, ki operators, a më nëmen ku shumë konë, që më rëmat Airbnb në qërë dhe Arabe a qa kenë, që kishën pas shumë Airbnb ata kompania. Që ata në operators, që ju vynë cash. Qa bën ti, i thu qëre, kjo është, apet këta, si kësha thonë me bo kërkush, se ka shumë dyshime, edhe ka, jo dyshime, po ka shumë fetfat që nuk bërë mu bo kësen, është haram. Po, më nëshme lidhë në të li farë aspekte. Për RWA. Tash, qa më në me bo, qysh më nëshme bo me Airbnb-a? Pezojmë, ti ki 100 milion TVL, i John Operators, edhe i thu, shka merri renting 10 lokacione. 10 lokacione që ajlë shën ti me qëre, që mësë me marë yield, mësë me thonë, punove, parët e mi ajdu, mësë me bo që ashtë, që ajlë shën ti me qëre, mu mja 50% qëres. Në fond tamin. Edhe operati, merë lek të opera. Nësaj që lëshën me qëre, kjo është hibrid tani, për shamë fitime, se nuk më nëshme thonë yield kësaj. Kjo është fitim. Tani e ki hibrid. Për shamë një muj ka ma shumë, një muj ka ma pak, një muj ka ma shumë, një muj ka ma pak. Po, kjo e ka challenge-in që nuk më një sigura njerëzve, sanit që
kitë njerëzit e dojnë, me garantu. Po. Ka herë për shembull, edhe kur e din që so fort legit, kur të garanton, ma përpara shkon me çat i stugjin, për shembull që të ka garantu që so fort që të ka garantu edhe pse e din ti që so fort legit, se me ato që e din 100% që e legit, po të garanton kur gjëhesh. Po. Apo kupton? Domethënë është shembull konkret që na ballafaqohem shumë, shkoko që edhe garancat e na është haram. Domethënë Së një garancë. nuk japim garancë. Edhe nëse ndodh 100%, nuk ka garanca. Tash struggle të çikja për mos me bë pure yield, çish me convince këta me çit lekt me një hybrid profit. Apo kupton? E ndryshë është për shembull kur jap pure yield, basic yield. 15% i ki basic yield, qa bëjën e mos të intereson të i bro 15% i ki që. Apo kupton? Tash këto pe perspektivës projektit, çish do të me pa këta? Perspektiva e projektit do të me ditë. Nëse unë nuk menaxhej me deploy që to $200 million, unë apet sa apet ku me pagu 15% yield. Apo kupton? Po. Tash nëse unë bëj deploy në vend gabum që to $200 million, unë apet sa apet ku me pagu 15% yield. Po. Apo kupton? Nëse unë si allocate krejt që to, edhe për parat që si janë të allokume, unë apet ku me pagu 15%. A pse qa challenge? Se na që e dina që me tregtu, shumë është problem non-stop me pas vena ku mi shti lekt. Apo kupton? Është shumë problem. Edhe në biznes, ki biznesmena plot për shembull që kanë likuiditet që s'kan ku mi shti, apo den. Plot marrin wrong decision veç mos me lan likuid vetën. Tash çka challenge që mundën më ngul njerëzit që garantojnë, apo den. Që ta garancat e nas është e mirë, apo den. Për çata garanca është ndaluar, se nuk mundesh ti më thon se nuk e dina na çfarë mundet marr mas një javë, mas 2 javë, mas një muaj pa marr parasysh, apo den. Po të njëjtën kohë mundet mi hit këtina, me marr për mi 35-40% yield, edhe mi javish 15. Apo kupton? Domethënë ç'është funksion. Tash ku kem të diskutu, biggest liquidity injection ka me ndodh për tokenizime. Edhe që kë është të ndodh actually për kërkush nuk këtu e po, që është do të më po. Pse? Se njerëzit që kanë voice në krypto jenë debila. Apo kupton? Njerëzit që janë influencera që shpërndojnë lafin, që janë kevela që kanë grupe janë debila, bro. Pse janë debila? Se nuk i kuptojnë narrativat. Ata narrativin e kupton, kur i shkon kjo menaxheri jam, e i thot çore që ka shpar ekipën me fol për çta. Ai çfarë atëra kupton narrativën? Po. Apo kupton? Narrativa nuk ndërtohet për influencerave. Narrativa ndërtohet për buildera, bro. Realisht, çfarë ndodh në crypto space është që narrativa për një mend ndërtohet për KOL-ave, po janë narrativa të shkurta. Na sa po folëm, narrativa hype japet për KOL-ave. Po, hype japet çasoj narrative, po e bën aktuale çat narrativ. Po. Kësaj fole për RWA se do në besoj shumë në tokenizim, se kur dal vet BlackRock i thot po mendojmë me tokenizu $9 trillion asete, e dina që mund me qa pritet me ardhë. E shumë miliarda tjerë që... Po që ata unë e thash, qëto narrativa që i përmenëm, narrativa që kanë me ardhë, kanë me shku, kanë me shku, po ka narrativa që kanë me mejtë. Po. AI, RWA, layer nishat, jëmë të se krejt që të që i përmenëm, ato do të më ndërtu dikon. Kush e të garanton infrastrukturën, layer nishat, për to. Ta ashtu bëhet diçka më interesant. Edhe të kryna. Edhe që to, se dje jam njoftu me qitë projekt, edhe jam konsultime me punu me ta. Qa të ndohë me një projekt, janë 2 vllazni që patën punu Snapchat. Super geek. Head of product se sa ne kam pështu Snapchat-in. Ata janë të bërë një LLM, decentralizuar. A kupton? Tash çfarë do të thonë kjo? Compute power ka me ardhë pe kit njerëz në botë. Do të thonë, nëse kamën e për shembull GPU-ja, nëse unë me provide compute power e sane. E kam një kompjuter që është të mnajq, aty me provide... Ti mund është me provide compute power për LLM tyne. OpenAI nuk është decentralized. A se bën çto renderi? DeepSeek nuk është decentralized. Renderi të hap si mundësi. Renderi të jap për me allocate të GPU-t atë tua për më rent them out. Apo kupton? Kjo është koncept për me rent, po ku i rent renderi? Nëse dim. Po, ja tjetër. Ai rent, ai domethënë ka pezojmë 10.000 GPU-ja që ka aktiv, edhe ai rent out to data centers, to OpenAI, të Google, të Meta, të pa marrë parasysh. Tash
Qa po bojnë këta është pe decentralizojnë compute power. Tash OpenAI nuk është decentralizuar me compute power. Google nuk është. Meta nuk është. DeepSeek nuk është. Asnjë nga ato. Kjo i bjen që ka shkon LLM-i tyne ose AI modeli tyne është një entitet që e cakton. Është kompania OpenAI-t. Që Me Sam Altmanen, me çapo di. Tash këto, për shembull, kur dën më ndërru diçka, kur dën më bëu një upgrade, kur dën më bëu diçka, ka më kon decentralized decision. O kupton? se kontrollon as kërkosh, s'ka Se kontroller. kontrollon kërkosh, domethënë. Edhe ti po jep compute power, që po nice të u lidh koncepti blockchainit bro me AI edhe me compute power. Koncepti i decentralizimit. Tamam koncept i decentralizimit bro. Edhe është na nuk jena të e vrejt që të ndodh decentralizim bro edhe në AI në gjithçka. Normal ka me pas rezistenca në shumë sene, po të ndodh decentralizim bro. Tjetri sen për shembull, që në konceptin që e ka pru Bitcoini për decentralizim. Është në gjëni projekt tjetër, është të e bo një platform për AI agenta. Tash, në qatë platform, nëse unë jam developer edhe kam një bug, ose jam ka du me zgjidhni një problem, unë e ku me gju në qatë platform, AI agenti jam, i joti, i Gjigjit, i Likit, i Labit, kanë me compete cili për solve qatë problem edhe më shpërbly për qatë problem që kanë solve. Ape vrejnë, dhe më thonë, qysh është për mining Bitcoin. Dropet, solvet bloko, shpërblejesh. Ta shën të bo me AI agenta. 5-6 AI agenta, 10 milion, 20 milion. Vjen kërkesa, cilët i krynë e pari. Vjen kërkesa, cilët i krynë e pari. E merr rewardin. Shpërblimin. Apo kupton, do më thonë, që kjo është koncepti e decentralizimit që të ndodh edhe të implementu në botë që nuk janë të e po mainstreame. Po kanë më force me kanë decentralizu. Apo kupton, nuk ka nevoja me shit ideja, me shit ëndra, me shit koncepte. Tash është on the work, apo den. Tash e ki që aty. Janë të proof sanet që mundet me ndodhë decentralizim me funksionu shumë bukur, apo den. Është shumë interesant, është shumë mas smooth se sa undecentralized. Na folëm për hyperliquidin edhe asterin më herët. Hyperliquidi edhe asteri e prunë në narrativ të reja për DEX. Tash, hyperliquidi, so nëse nuk e harrej që ka po hyperliquidi, kur ja close positions këtë usera. Ti nuk je decentralized, bro. Si të bënë që ata të me thona, s'ka decentralizim, bjena jo. S'ka, bro. Edhe njerëzit janë të harru që nuk ka decentralizim edhe janë të shqit për decentralizim. Nuk është, bro. Ti sa dush më në me thonë, bullshit qa dush, nuk ka decentralizim. Tash, na do të me kuptu dhe që funksionon open interest. Apo kujtan, në për purpose. Pse bot një open interest? Qa është qëllimi saj? Qa është qëllimi pse ka edhe në uptrend, ka njerëz që jinë short. Apo kujtan, kombinimet që shqiboj njerëzit. Krejt që to mi kuptu. Që i mbrojnë pozicionet. Po, mi mbrojnë pozicionet me farm API. Për shembull, nëse qitash GMX, ka munges open interest në shorts. Edhe i vyn GMX-it, për shembull në Ethereum, i vyn me stabilize longat edhe shortsat. Edhe ty të thët GMX-i, nëse hin short qitash, edhe pse marketi është uptrend, nëse hin short qitash, i ki 4% API. Apo kupton? Për me stabilizu books. Njëtën ko, unë e hi short zbën me hi, është haram. është leverage, po qysh funksionojnë... Po vetë asoj, heq preferuat. Zbën, heq, se qëta shë bo kreshi, përmi 200 njerëzit këshin mitë vetën, Allah, me kresh, market. 20 miliardi kanë hub njerëzit. Tash, qa bën kë, për sham një njeri që funksionojnë së sene, shkën e short, i merë 4% API, e protect position to buy in spot, që i bjen long, po jo me margin, edhe në fundit e ka 4-5% profit për kitë rokatës që e ka po. Po 4-5% profit, 5 milion, 10 milion, është kur që kërkuj. A të kryna se edhe në komini live stream. 50 minuta kena full. Pas shumë sene interesant, për një me shojnë me bu podcast, s'nolit mua beti, po kënë sene shumë interesant, sidomos për ata që menojnë me ndërtu në blockchain, në Web3, që mund një pas ato pengesat, përfitimet, unë mene që njerëzit më fokusu shumë, si na rinia jonë. Shumë.
mu fokusu edhe me ndërtu në Web3, o me punu në Web3, jo veç me ndërtu e mu mirë me tregtim, po Me punu. me gjetë kallëzoj, për shembull për BD, business development, kemi kontaktu projektet, Është shumë lehtë. I ki ketë open sources. ose me punu si community manager, me menaxhu komunitetet, ekstrem që shumë sen i rëndësishëm për projektet, për Vërtet. me posat lidhjet me komunitete. Çfarë E është? ti kemi konë qaj ndërlidhja e projektit edhe komunitetit, që është shumë e rëndësishme për një projekt. Edhe të janis me çto positions e kupton çish më bëhet strategjist. Obden. Me ndërtu strategji. Me ndërtu sa. Faleminderit shumë për Respekt e gji, faleminderit Edhe se shumë. vërtet, E shihem kismet për të mirë inshallah. faleminderit për vëmendjen. Shihemi në episodin e radhës.